Në prag të festave të fundvitit, kur tryezat familjare tradicionalisht mbushen më shumë se zakonisht, qytetarët po përballen me rritje të ndjeshme të çmimeve të produkteve bazë ushqimore. Sipas të intervistuarve, çmimet e mishit, vajet, produkteve të qumshtit dhe produkteve tjera ushqimore kanë shënuar rritje, duke e bërë më të vështirë për shumë familje përgatitjet festive. E për këtë situatë konsumatorët shprehen të shqetësuar, duke pohuar se rritja e çmimeve po ndikon drejt për drejt në buxhetin e tyre. Çmimet janë kupçillit. Për çdo ditë për hypin si gjona ushqimore, si me perime tonat. Çmimet janë shumë të larta, me pensionet shumë për darim kryqyshën kry. Tona shkojnë në rand, qeveria i ka fajet që i lërë me ngritë çmimet. Çmimet i shku kupçillit. Me nëzit që për darim kry muj. Ngritje për zbritje s'ka kujgjo. Kujgjo s'ka. Vaj, oriz, makarona, këto që janë të përditshme. Se le këto fruta e këto që spreken. Tarët janë shumë dopta, ekonomia shumë e dopt, njerëz në varfëri e në largim janë gjithmonë. Si ma vende këtu? Ku ka mi më të vende? Çmimet bazike, që 3 muj e kënaj, veç ka ngritje, se nuk ka zbritje. E kostoja e jetës është shumë e shtrejt. Shporta, familjare, në qilë, s'po di që është më thonë të tërgjohë. Mundet me ndodhë ngritja e çmimeve mas vitit të ri. Dhe më thonë ka para lajmërime. Me siguri, gjatë këtyre ditëve nuk parashoj që do të ketë ngritje. Për shumë arsye. Janë në çështja dhe zgjedhjeve tjera, çmimet do të jenë po ato që kanë qenë deri tani. E mas vitit të ri është shumë e parashikueshme se çka mundet me ndodhë. Kryetari i shoqatës së konsumatorit, Selatin Kaçaniku, tregoi se rritje reale të çmimeve ka, ndërsa zbritjet nuk vrehen. Ai thekson se çdo lëvizje në treg rëndon mbi konsumatorin, i cili njëkohësisht është edhe taksa pagues, ndërsa qytetarët kërkojnë më shumë kontroll mbi çmimet dhe masat nga institucionet përgjegjëse, sidomos në periudha festive kur shpenzimet rritën ndjeshëm.